Ka ndëruar jetë kandidati për deputet në Kuvendin e Kosovës, pjesë e listës zgjedhore të Partisë Liberale Egjiptiane, Bastri Dubova. Lajmin e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook, kryetari i kësaj partie Veton Berisha. Berisha, në emër të Partisë Liberale Egjiptiane, i ka shprehur mbushëllime familjarëve për ndarjen nga jeta të Bastri Dubovës. Në emër të Partisë Liberale Egjiptiane, shpreh mbushëllimet tona më të sinqerta për ndarjen nga jeta të zotit Bastri Dubova, aktivist kombëtar, antar i Lëvizjes Egjiptiane, antar i Partisë Liberale Egjiptiane, si dhe pjesë e listës së kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Bastri Dubova është shpallur qytetar nderi në komunën e Obiliqit nga kryetari i kësaj komune, zoti Xhafer Gashi, fal punës dhe angazhimit të tij rreth në të mirë dhe të keqet të qytetarëve të Obiliqit. Mikun ton do ta kujtojmë përgjithmonë si një aktivist i palodhur, vogël fisnike bujar, ka shkruar Berisha ndër të tjera. Familja e veprimtarit Haki Miri ka bërë thirrje për votim në favor të koalicionit Lëvizjave të Vendosjes Guxo, duke theksuar se vetëm njerëzit e ndershëm dhe të përkushtuar për shtetin mund të ndërtojnë Kosovën. Sipas tyre, opozita tradicionale nuk ka ndryshuar dhe qëllimi i saj është vetëm pushteti dhe pasurimi personal. Familja e Mirit vlerëson arritjet e qeverisë Kurti II, duke përmendur liberalizimin e vizave, shtrirjen e sovranitetit, pastrimin e veriut nga bandat serbe, rritjen e buxhetit të ushtrisë dhe pakave, dhe ju paralajmëron qytetarët të mos e mashtrojnë nga opozita, duke u bërë thirrje që Kosova të ecë përpara. Në vijim, shkrimi i plot. Miq, Kosova ndërtohet nga njerëzit e drejtë, nga ata që punojnë për shtetin, jo për xhepin. Rrugovistat e vërtetë ndërtojnë shtetin. Lista Guxo dhe rrugovizmi sot, prandaj e meritojnë votën tonë. Pse nuk duhet të votohet opozita? Sepse nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë kurrë. Qëllimi i tyre nuk është shteti, qëllimi i tyre është pushteti. Ata duan të kthehen vetëm për një arsye, të grabisin arkën e shtetit, arkën që me mund, drejtësi dhe ndershmëri e mbushi. Për mbi 2 dekada vodhen gjithçka, institucione, pasuri publike, shpresën e qytetarëve, pasuritë e tyre, flasin më fort se kush janë opozitarët. Vila, banesa luksoze, fabrika, tokë, kompani, tender, gjithçka që ishte djersa e popullit e përvetësuar në mënyrë të kundralishme. Sot, ata kanë më shumë pasuri të pajustifikueshme se sa vetë qytetarët që dikur i votuan me besim të verbër. Në anën tjetër, kemi faktet qeveria Kurti II, liberalizimi i vizave, shtrirje e sovranitetit, pastrimi i veriut nga bandat serbe, rritja e buxhetit të ushtrisë, rritja e pagave në tërësi shumë fish më e lartë se në qeverisit e kaluara dhe korruptuara për herë të parë. Shteti ecën me dinjitet, me rend, me progres. Opozita fshihet pas Amerikës dhe Europës, por kjo është vetëm mask, propagandë e vjetër, mashtrim i radhës. Opozitarët janë po ata që shitën tokën tuaj, që vodhën të ardhmen tuaj, që sot kërkojnë votën për ta bërë të njëjtën gjë sërish. Mos u mashtroni. Ata nuk duan zhvillim, duan të grabisin sërish mundjen dhe djersën tënde, qytetari dashur. Ata nuk duan drejtësi, duan pushtet, duan paradë pa justifikueshme. Për fare fis, kush u hek votën, u dorëzon edhe të ardhmen. Kosova nuk kthehet mbrapa, Kosova duhet të ecë përpara. Votohet Lëvizjen Vetëvendosje Guxo, Alternativa dhe PSHDK për një Kosovë që ecën drejt së ardhmës së sigurt.